Të nderuar kolegë deputet, doja të shpreh edhe unë opinionin e PDU-s për gjithë këtë çështje për cilët kemi diskutuar gjithë ditën dhe është shumë e rëndësishme për gjithë shqiptarët dhe kam fjalën për reformën në drejtësi, një reformë të cilët gjithë shqiptarët e duan, e kërkojnë, por dhe gjithë forcat politike janë shprehur gjatë gjithë kësaj kohe dakord, sepse për Partinë për Drejtësi, Integrim dhe Unitet, reforma në drejtësi është ajo që ne e quajmë sistemi imunitar i institucioneve të Shqipërisë. Dhe qëndrimi i PDU-s ka qenë është dhe do të jetë i tillë, sigurisht që kemi mbështetur dhe propozimin e fundit të sekretares amerikane të shtetit, duke qenë koheziv. Por gjatë gjithë kohës ne po i themi shqiptarëve që e duam procesin e vettingut me praninë e ndërkombëtarëve apo jo. Qëndrimi i PDU-s ka qenë i qartë në mbështetje të propozimit të zëvendës sekretares së shtetit. Por për treguar kohezionin e PDU-s, ne, zotëri deputet, kemi propozimin ton edhe për këtë ngërç. Nëse ne për gjithë reformën drejtësi kemi rënë dakord dhe nuk jemi dakord vetëm për nenin 88, atëherë për nenin 88 ne t'i drejtohemi popullit. Dhe këtu Partia për Drejtësi, Integrim dhe Unitet është një parti e cila ka qenë vazhdimisht në kohezion. Dhe këtu më duhet të kaloj në një shpjegim të detyruar nga deputeti Blushi për t'i thënë edhe një herë tjetër dhe për t'i sqaruar kohezionin e Partisë për Drejtësi, Integrim dhe Unitet. Qynë kryet herës, ne jemi bërë pjesë e reformës në drejtësi, duke shprehur opinionet tona dhe këto opinione sigurisht ne i kemi dhënë në Komisionin e Reformës Drejtësi. Po do ndalemi çik më pak që ta sqaroj çik më mirë zotin Blushi. Realisht, në ato çka ne kemi propozuar dhe që janë kohezive edhe sot, ne kemi parë gjatë gjithë kohës që politika shqiptare është një politikë etiketuar, sepse në radhë parë e etiketojmë ne këtu në Parlamentin e Shqipërisë. Më thoni kur ne jemi drejtuar popullit. Edhe për një gjë kaq rëndësishme. Të nderuar kolegë deputet, për shkak edhe të asaj që ne bëjmë çdo të njëjtë këtu, të gjithë palët flasin dhe gjithë shqiptarët thonë që politika nuk na jep zgjidhje, politika është ajo që është më e keqja në këtë vend. Por fatkeqësisht, politika shqiptare ka ndihmuar edhe një gjë akoma më të rëndë se kaq, të deprimoj shpresën e shqiptarëve, duke thënë që edhe shqiptarët nuk reagojnë, edhe shoqëria civile nuk reagojnë. Dhe unë uftoj që ky të jetë testi i parë, që t'i drejtohemi shqiptarëve dhe shqiptarët ta shihnin që do të reagojnë dhe mund gjykojnë shumë më mirë se sa interesat tona këtu në këtë parlament. Kur flas për kohezionin e Partisë për Drejtësi, Integrim dhe Unitet dhe për moralin e saj, duhet t'i drejtohem kolegut tim Blushi, i cili fatkeqësisht e ka filluar keq politikën e re të tij. Zoti Blushi, ne nuk i kishim 28 votat që të bënim dhe të kërkonim amendim kushtetues. Dhe me që ky parlament bashkë me ju ka votuar që të kemi një komision për reformën në drejtësi, ne jemi drejtuar pikërisht Komisionit të Reformës në Drejtësi me opinionin tonë. Në radhë parë, po ta përsëris prapë, për presidentin nga populli. Nuk e kam thënë as unë as ti i parë, pa kam thënë shumë të tjerë. Po në fakt, këtu ka një gjë që lidhet me ty. Ne kemi propozuar vërtet që mas 2 votive të parë që duhen 84 vota, dhe 84 vota do thotë që ne të kishim një president konsensual, të mirë pranuar dhe shumë të fortë. Ju keni qenë kryetari i grupit parlamentar kur kemi firmos ndryshimet e vitit 2008, dhe ne sot kemi një president të Republike me 71 vota. Nuk e di se ku mund të qëndroj hierarkia e këtij shtetit, ku avokati i popullit zgjidhet me 84 vota, apo edhe gjyqtari më i thjesht i gjykatave tona, kam fjalën për gjykatën kushtetuese apo për gjykatën e lartë, don shumë më tepër vota se sa presidenti nga populli. E duke dim shumë mirë ngërçet e Parlamentit në Shqipëri të krijuar pikërisht nga ky moment të negociuar nga ju dhe zoti Topi, ne kemi thënë që mas 2 raundeve ne t'i drejtohemi popullit. Por ajo që po them që e ke filluar keq është për një arsye tjetër. Ju deklaruat që keni 10 vota, pra keni 10 firma, më falni, dhe ja keni adresuar kujt? Zoti Blushi, mos i mashto shqiptarët. Me 10 firma ju nuk mund të merrni dot iniciativë kushtetuese, sepse nuk e çoni dot kërkund. Të duhen minimalisht për ndryshim kushtetues 28 vota.
Mashtrimi I dytë, zoti Blushi, më dëgjoj se me thënë drejtën, nuk kam dëshirë ta bëj këtë replikë me ty. Absolutisht. Absolutisht. Po përgjigjem, edhe po ta jap përgjigjen. Dhe këto propozimet tona ke 3 seanca, megjithëse mund të kalohet një diskutim kush e tha I parë, kush e tha I dytë, por ty ishte shumë e rëndësishme që ta mbash këtë debat, do të them pse. Sapo deklaruat këtu në këtë seancë që keni 10 vota, 10 firma, m'fali, dhe ju adresuat me emër. Njëri ndër to I adresuar zotit Muedini. Jo vetëm që zoti Muedini ka qenë pjesë e ndryshimeve që ne kemi kërkuar dhe opinioneve tona, por zoti Muedini ta tha në këtë seancë që nuk është tek firmat e atyre 10 që ju pretendoni. Kështu që mashtrimi I dytë është ke 9 firma dhe jo 10. Në fakt zoti Blushi edhe për shkak të njohjes që kemi bashkë, me thënë drejtën, do doja që çdo njeri ta nisë rrugtimin e vet politik mbar. Më vjen keq se ta them që e ke nis mbrapsh, shumë keq. E ke nis shumë keq për një arsye shumë thjeshtë. Na ke folur këtu vazhdimisht për mungesën e etikës për një politikë ndryshe. E nise pikërisht duke fyer dhe duke etiketuar një zonjë. Nuk të takon dhe nuk duhet ta bësh. Ajo nuk ka nevojë për mbrojtjen time se dhe përgjigjen vet, po pikërisht zoti Blushi, ne dy për shkak të moshës mund të na bijnë flokët. Grave nuk ja shkulim dot. E ke nis keq dhe do të mirëprisja që dilje kishe projektin tat të flisje, të dile para shqiptarëve, jo me 9 firmat, as me këtë që ke kërkuar që të bëhet I drejtuar popullit, presidentin nga populli, por në radhë parë edhe duke I futur thikën mas shpirtit, si tha zonja Doda, pikërisht partisë tënde. Njerëz të tuaj për cilët ti vazhdon të rish akoma aty. Prandaj po them, çon nga ajo karrike. Karrika është e jotja, po jo nga Partia Socialiste. Bëje partinë tande politike, me PDI-un do të shihesh në zgjedhje dhe aty do shohim se kush vlen. Në fakt, zoti Blushi e kam detyruar këtë replik, kam pa shumë herë që I drejtohesh shqiptarëve të varfër. Besoj që nuk di, po besoj je I fundit njeri këtu që mund të drejtohesh shqiptarëve të varfër, dhe fakti që të treguam gjithë ndryshimet tona dhe që kemi çuar në opinion, nuk të kërkojmë që t'i japësh dorëheqjen, e di pse, që mos I lesh të varfërit vetëm, sepse kanë shumë nevojë për ty, po vetëm si të varfër unë nuk e di të kem parë apo mund të shohin shqiptarët, megjithëse për ty është bërë film që kur ke qenë I vogël. Tani, ajo që është më e rëndësishme nga këto, dua të them një gjë. Më bëri shumë përshtypje që ju drejtove PDI-us, se deri këtu ishim e tha I pare apo e tha I dytë. Dhe po them zoti Blushi, më bën shumë përshtypje se kush ka shtyn këtë drejtim. Dhe po ta kërcyj kësaj radhe, po them vetëm një gjë. Partia për Drejtësi, Integrim dhe Unitet I merr vendimet vet. Dhe absolutisht është përgjegjëse para elektoratit dhe popullit. Por po ta them hapur në mënyrë të drejtpërtet. Jo vetëm ty, po edhe atyre që kem brapa. Partia për Drejtësi, Integrim dhe Unitet do të jetë qime në sy për çdo deputet apo politik antikombëtar në këtë vend, dhe Partia për Drejtësi, Integrim dhe Unitet do të jetë fshesë për çdo deputet dhe për çdo politik antikombëtare, për ty dhe për ato që kem brapa.